Gjergj, a mendon se është një ndër shumë arsyet e ikjes të rive edhe mungesa modeleve pozitive të sportit? A mendon se ndikon? Para një unë dua të me sinqeritet të komplimentoj. Për herë të parë ulem në një hapësirë, tani studio, podcast e quajmë Studoni, ku përballë kam njëri që të dëgjon, të pyet dhe të lë hapësirë për të folur. Faleminderit. Kudo që shkojmë, as në portryezat më banale, buzdetit duke pirë një gotë birë, nuk bëhen siç bëhen në emisione. Të gjithë kërkojnë të jenë protagonist, e vuaj edhe unë ndonjëherë këtë gjë, nuk përpreshtoj veten. Ndërkohë që në gazetaria, leksioni numër 1 gazetarisë është një intervistues i mirë, nuk është ai që di të bëj pyetje, por është ai që di të dëgjoj. Dhe në këtë kontekst ndihem shumë i privilegjuar, se kam 25 vite dhe gjë që kam kërkuar gjithmonë është a mund të çoj një mendim nga fillimi në fund. Sepse ne të dy nuk jemi në garë me njëri tjetrin. Mund të jem unë intervistuesi, mund të jesh ti. Njerëzit duhet të bëjnë një bisedë qetë, jo për t'i treguar këtyre njerëzve kush ka ne të dy di më shumë gjëra. Dhe për këtë të komplimentoj. Largimi i njerëzve nga vendi i tyre, unë mendoj që është një fenomen i cili shoqërohet me një sindrom globale, por që sigurisht bëhet gjithmonë më evidente në përvende me një standard më poshtë se ai mesatar. Është një fenomen i cili është rajonal, është global, por në një të ardhme mund të jetë dhe lunatik. Pra neve përgatisim që njerëzit të çojmë në hënë Mars të tjerë. Dhe në një lloj aksiome, çdo njeri kërkon të largohet, kërkon të ndryshojë, kërkon të afirmohet. Njëri që ka lindur në një fshat të Francës kërkon të shkojë në Paris, njëri që ka lindur në Paris kërkon të shkojë në New York, njëri që shkon në New York kërkon të shkojë në hënë, njëri që lind në Lushnjë thotë pse mos shkoj pak në Fier, ai Fieri shkon në Vlorë, Vlora në Tiranë, Tirana në Rom. Pra njëri që lind në Alidem thotë unë dua të shkoj në Myslimshir, sepse nëse njëri nuk ka ambicie për të zhvendosur, kjo do thotë që ai njeri duhet të ka planuar vdekjen e tij. Njeriu është një qenie që kërkon gjithmonë më të mirën dhe këtë pastaj e konkretizon më së miri dhe kënga e të famshme Celentano, Ragazzo della Via Gluck, pra. Njeriu që rikthehet dhe kërkon aty kur rikthehet e gjëra të tjera. Por, ka gjithmonë një por. A ikin shqiptarët për të zhvilluar apo ikin shqiptarët për të dalë në përbregje? Dhe a gjenë realisht shqiptarët bregun e ëndrave të tyre? Pra kjo bota që ne na ofrohet, se kam një histori shumë bukur me dy miqtë e mi që shkuan në Itali, shkuan me Ania atëherë 92 etj. Shkuan në rrugë, dolën në rrugë dhe thanë, po tani çfarë do bëjmë? Dhe pas 20 vitesh kuptuan që njeriu, nona, baba, motra, vllai, janë njësoj. Si t'jenë të rrugë Elbasanit, si t'jenë Manhattan. Ndryshon çmimi, ndryshon veshja, një hamburger në Shqipëri është 1 euro, aty është 10 euro. Probleme ka sot kudo. Nuk është më Europa si para 20 viteve, 30 viteve. Dhe drejtë mori, tentoj ta përshigjon vendin tënd. Ik, tenton vendin tënd, shme thjesht vendin tënd. Asnjë profesion bot nuk bëhet më lehtë se sa në vendin tënd. Në gjuhën tënde. Mendimi im. Pastaj, patjetër më shumë josh se ti shef për ditë merr informacion dhe ti sheh, po kur më beson 99% e njerëzve që emigrojnë, kur përballen me realitetin e vendit ku po shkojnë, që ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, sidomos në Europë, thellë brenda vetes tyre, shumë prej tyre pendohen. Sepse pasi kalojnë 2-3 vite dhe jetojnë në apartamente shumë modeste në periferia të Brukselit, Amsterdamit etj. Sepse jo të gjithë janë histori suksesi, apo jo? Thon, mos është ajo shtëpia unë e vogël aty te Bryli në Tiranë, është isaj. Kështu që doja, pastaj ka disa vende shok që nuk të ofrojnë gjë të madhe. Tani për hir të vërtetës, e bëjmë dhe pashpresim. Çfarë ofron Anglia shqiptarëve përveç se industrinë e shitjes drogës? Çfarë? Mos Anglia na ka hap dyert e Harvard dhe Oxford dhe po na pranon studentët tanë më të mirë me shku atje pa i paguar shiqimet e kokës. Jo. Po çfarë u themin e njerëzve? Ikni nga Shqipëria se Shqipëria ka probleme. Po Shqipëria ka probleme. Shkon në Angli, po ku po shkon në Angli? Po shkon me shit drog apo jo? Se për çfarë po shkon? Sigurisht është më ulës në Shqipëri. Po për çfarë po shkon në Angli? Nëse ti nisesh dhe ikën nga shtëpia jote për shkon në vend për shit drog, shko. Patjetër mo, ka njerëz që duan të pasurohen, duan të bëjnë gjëra, shko. Por pse ti mendon që është e lehtë në Angli të jesh sipërmarrës? Është e lehtë në Angli të jesh punëtor? 58% e pronave në Angli i kanë sot indianët, i kanë sot pakistanezët.
Ku shkon ti sot në Gjermani, bjondat i ke gjithmonë më të rrallë. Pikë Italinë dhe Spanjë që ka ruajtur. Europa nuk është e thjeshtë. Çmimet janë rrit. Pra, të ndërtojmë gjërat tona në vendet tona. Por secili ka drejt të kërkoj vetes të shkojë deri në fund të botës për gjetur lumturinë e tij dhe pse jo, më pas o për tu vendos ose për tu kthyer.